إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavat e selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allah subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me ligjëratën e radhës nga cikli ligjëratave veprat e zemrës. Ligjëratën e kaluar kemi folë për si ta ruajmë sinqeritetin në një botë të shfaqjes. Dhe kemi përmend 3 pika kryesore që ndihmojnë njeriu ta ruajë sinqeritetin dhe kemi thënë. Pika e parë që njeriu vazhdimisht që veprat që i bën haptas në prani të njerëzve dhe kështu me radhë, këtyre veprave duhet me ja shoqëru edhe veprat në vetmi. Pra, mos u mjaftu vetëm me vepra që i bën haptas, mirë po duhet edhe mos të mjaftohet vetëm me vepra që i bën në publik, mirë po duhet këtyre veprave të ja shoqëroj edhe veprat msheftas. Duke u nis nga fjala e Sufjan al-Thawrit, i cili ka thënë kullu ma dhahara min amalin la a'udduhu shay'an. Çdo vepër që është e haptas, pra nuk e llogaris. لأن القلوب أضعف من أن تكون مخلصة والناس ينظرون. Sepse zemrat janë të dobta, janë të brishtat për ta ruajtur sinqeritetin, kur sytë e njerëzve janë të kthyer drejt teje. Pra, kur Sufjan al-Thawri e thot këtë fjalë që zemra është e dopt, atëherë unë nuk e llogaris atë vepër e cila bajnë pranit njerëzve, siç është halli im dhe yti. Pra, një arsye kryesore që i ndihmon njeriu pra në realizimin e sinqeritetit është që veprat pra mishtu atë në vetmi. Momentin që njeriu bën vepra në vetmi, kjo aludon dhe është argument se ato vepra që i bën pra në publik dhe në pranit njerëzve janë për Allahun subhanahu wa taala, sepse nuk mjaftohet me këto, por i bën dhe në ato gjendje ku nuk e shohin njerëz. Pra kjo është argument se ato vepra që i bën kur e shohin njerëz, pra janë për Allahun subhanahu wa taala. Momentin që mjaftohet me vepra veç kur e shohin njerëz, ndërsa tregohet neglizhent me ato vepra ku nuk e shohin njerëz, do të thonë sinqeriteti i këtij person është në pikpyetje. Po ashtu kemi përmend se pika e dytë që tregon shenjë të sinqeritetit, edhe pse ne me lejen Allahut subhanahu wa taala do ta veçojmë një ligjërat kur të flasim për shenjat e njerëzve të sinqert, mirë po ta marrim një përmbyllje ligjëratës së kaluar, kemi thënë se për shenjave të njerëzve të sinqert është që mos me pas dëshirë ky person pra me qenë i pari. Pra, nëse është në rregull, mirë po nëse nuk është, nuk ka lidhje. Pra, më rëndësi është me qenë, është me ecë kauza e islamit dhe me valvu flamuri i të vërtetës. Pa marrë parasysh ky person, a është në fillim, a është në fund, a është në mes, apo edhe fare nuk është pjesë e një projekti të caktuar. Momentin që njeriu gëzohet për triumfin e islamit, qoftë edhe nëse nuk është në dorën e tij dhe nëse nuk është ai mbajtësi i atij flamuri, kjo tregon pra shenjë të sinqeritetit. Pse? Sepse nefsi, siç kemi thënë, don që të shfaqet, don famë dhe kështu me radhë. Momentin që njeriu gëzohet edhe pse të kundërtën atë çka don nefsi dhe kështu me radhë, kjo tregon se është pra shenjë të sinqeritetit. Dhe kemi përmend pikën e tretë, fjalën e Fudail ibn Iyadit ku ka thënë terkul amal min ajli an-nas riya wal amal min ajli an-nas shirk wal ikhlas an yuafika Allahu minha. Me lan veprën shkak të njerëzve është syefaqësi, riya. Një lloj e llojeve të shirkut. Me bë një vepër shkak i njerëzve është shirk, ndërsa sinqeriteti është pra që të shpëtosh prej të dyjave. Dikush mundet me thënë që edhe me lan problem, edhe me vepru problem, jo. Kemi thënë se kjo është për qëllim se
nuk duhet me qenë fokusi jot kënaqësia njerëzve. Pra, mos mi dhanë njerëzve pozit ma shumë se sa e meritojnë. Pra, mos me qenë preokupimi yt, edhe mos me qenë motiv, pra ti me vepru, apo për me lanë një vepër njerëz. Për një atë, sinqeritet është që nëse një njeri e ban një vepër, e ban për Allah. Nëse e len për Allah. Pra, mos me qenë ai motivi shtytës, apo me lanë pra për arsye të njerëzve. Kjo ka qenë një përmbledhje e shkurt e ligjëratës së kaluar, pasi është seri dhe lidhet njëra me tjetrën, e bëme një rezume të shkurt. Sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ashtu siç kemi lajmëruar, me titulli është Rruga për tek arritja e sinqeritetit dhe zbrasja e syefaqësisë. E para rrugë, të nderuar vëllezër, që i ndihmon njeriu të arrijë në gradën pra apo në menzile, në pozitën e sinqeritetit, është të kërkojë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala për realizimin e tij. Pra, të kërkojë ndihmën e Allahut për vazhdimisht me lutë Allahun subhanahu wa taala që ta bëjë të sinqert, dhe e kundërta të kërkojë mbrojtje nga syefaqësia. Transmeton Ebu Musa al-Ashari thot, një hadith, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm faqal ayuha an-nas ittaqu hadha ash-shirk fa innahu akhfa min dabib an-naml. U drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet dhe i tha, o ju njerëz, keni frikë nga ky lloj shirkut, sepse është aq i msheft, ma i msheft se sa gjurmët e milingonës. Pra, nëse ecën një milingon, sa lën gjurma jo? Fare. Thot, ky shirk, pra syefaqësia, është ma i msheft se sa pra gjurmë që i lën milingona. Atëherë pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa kayfa nattaqihi wa huwa akhfa min dabib an-naml? Atëherë si ti ruhemi masi qenë ka aq i msheft, ma i msheft se sa gjurmët e milingonës? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, thuani Allahume inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa nahnu na'lamu. O Allah, ne të kërkojmë mbrojtje nga ti që ne të bëjmë shirk, ne e dim, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dhe të kërkojmë mbrojtje nga ajo që nuk e dim. Mu për këtë është pëlqehet që dhikri i mëngjesit të jetë, pra kjo të jetë pjesë e dhikrit të mëngjesit, sepse atë që nuk e dim është shumë ma e madhe se sa atë që e dim. Pra, jo rasisht Allahu subhanahu wa taala kur thot për pranimin e veprave thot innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Pra, Allahu subhanahu wa taala nuk pranon asnjë vepër vetëm për një kategori njerëzish, pra prej të devotshmëve. Mu për këtë pra, si thash, është e pëlqyer që njeriu vazhdimisht ta thojnë këtë lutje në mëngjes, pra o Allah, kërkoj mbrojtje nga ti, pra që të bëj ty shirk, sepse edhe syefaqësia është pjesë e shirkut, dhe unë e di dhe kërkoj mbrojtje prej te nga ai shirk që nuk e di. Kjo është pra e para, pra ti kërkoj mbrojtje Allahut nga syefaqësia dhe ti kërkoj ndihmë që Allahu subhanahu wa taala ta furnizojë me sinqeritet, sepse siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zemrat e njeriut, pra zemra e njeriut është mes gishtave të Allahut subhanahu wa taala, yuqallibu kayfa yasha, i rrotullon ashtu siç doj. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bante o rrotulluesi zemrave dhe një transmetim tjetër o forcuesi zemrave, forcoj zemrën time në fen tënde. Pikë tjetër është të nënshtroj adhurimin me zemër dhe gjymtyr vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër dhe motra, nefsi njeriut, zemra, është që kërkon të marrë një kahje. Kështu është kriju zemra. Mu për këtë Allah subhanahu wa taala thot, e faraejte men ittakhadha ilahahu hawa. A nuk shef ti o Muhammed që ata për Zot e kanë marrë dëshirat e veta. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taban lima ji'tu bihi. Nuk beson askush nga ju derisa dëshirat e tij të jenë në atë, pra të jenë të nënshtruara dhe të jenë në atë që ka marrë unë. Pra, dëshira njeriut duhet me qenë sipas asaj që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, siç thot Ibn al-Qayyimi, kur flet për çështjen e zemrës dhe lidhja me dëshira dhe kështu me radhë, thot patjetër zemra duhet ta marrë një kahje.
Dhe thot, këputja e lidhjeve dhe shkaqeve të cilat e çojnë njeriu që të përgjigjet epshit nuk do të thotë që të mos ketë fare epsh e teka. Pra, janë el-afal el-jibilije, instinkt njerëzor është që zemra me dasht apo nefsi me dasht për që të shfaqet, që të falenderohet dhe kështu me radhë. Thot Ibn al-Qayyimi, thot kjo nuk është thot që njeriu thot që me qeni sinqert thot që të mos ketë fare epsh e teka, sepse kjo diçka është e pamundur, mos me pas njeriu dëshira. Sepse kjo është e pamundur. Mirë po thot është thot për qëllim që epshi të drejtohet në atë çfarë i ban dobi robit. Pra, kjo dëshirë, ky epsh dhe kështu me radhë të nënshtrohet në atë që i sjell dobi robit, pra i sjell dobi besimtarit. Pra, mos milan dëshirat dhe epshet me marr kahje në atë që Allahu subhanahu wa taala është i hidhur. Pra, kjo është domethënë që njeriu me qenë epshi dhe dëshira me qenë të nënshtruara vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Dhe e përfundon këtë kapitull Ibn al-Qayyimi me një fjalë shumë të çmueshme. Çka thot? Prandaj thot, kush e ka mësuar vetveten të veprojë vetëm për Allahun, nuk ka gjë më të vështirë për te se sa të bëj vepra për dikë tjetër posti dhe e kundërta. Kush e ka mësuar veten të bëj vepra për epshin dhe dëshirat e tij, s'ka gjë më të vështirë për te se sa bërja e veprave sinqerisht për Allahun. Pra një njeri që vazhdimisht bën vepra për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ky person është i sinqert. Thot Ibn al-Qayyimi, ky person shumë e ka të vështirë me bë vepra për tjera kënd. Dhe e kundërta. Nëse një njeri është mësu vazhdimisht për mi bë veprat për emër, për famë, për popularitet dhe kështu me radhë, thot ky person thot shumë është vështirë me bë vepra për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu vjen ajo vija ndarse. Nëse si thash në fillim, një njeri për shembull nëse jep sadaka në publik, atëherë nëse jep edhe msheftas, nëse kryen pra fal namaz pra qoftë se është obligim pra me xhamat dhe kështu me radhë, ky person fal edhe namaz për jo rastësisht të nderuar vëllezër. Allahu subhanahu wa taala kur flet për vlerën e agjërimit thot domethënë çdo vepër e birit Ademit është për te illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bi, vetëm se agjërimi është për mua dhe unë është për blej. Dietarët thonë se në agjërim nuk ka mundësi pra me pas syefaqësi. Pra nuk s'mundet njeriu me ditë a i agjërushëm a nuk i agjërushëm. Mu për këtë e merr edhe vlerën dhe shpërblimin e madh që ka agjërimi. Kështu është edhe vepra tjera. Momentin që njeriu vazhdimisht veprave që i bën haptas i shoqëron edhe me vepra në vetmi, kjo tregon thot se ky një person është i sinqert. Dhe nëse një person kur është në publik bën vepra, mirë po kur vetmohet veprat janë minimale apo inekzistente, Ibn al-Qayyimi thot që ky person ka problem me sinqeritetin. Po pikë e tretë të nderuar vëllezër, apo rrugë e tretë të cilën arrin njeriu sinqeritetin është të mësoj se çfarë bie ndesh me sinqeritetin nga sëmundjet e zemrës, si vetpëlqimi, syefaqësia, lavdidashja në mënyrë që të ruhet prej tyre. Pra, duhet Arabët thojnë el-ashya tu'raf bi adadiha, gjërat njihen me të kundërtën e tyre. Ne nuk e kishim ditë vlerën e dritës, po mos kishim përjetu dhe mos kishim ecë në errësirë. Nuk e kishim ditë vlerën e lumturisë, po mos kishim kalu në përmërzi dhe kështu me radhë. Pra njeriu duhet më mësu sëmundjet e zemrës që ta dinë pra të kundërtën e saj. Duhet më mësu syefaqësinë dhe rrezikun e syefaqësisë që t'ja dinë vlerën sinqeriteti. Duhet më mësu modestinë dhe kështu me radhë që t'ja dinë vlerën të kundërtën e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot, pra e transmeton që thot kharaja alejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja alejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakar Masih ad-Dajjal. Thot dole njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e nesh, në mesin ton, wa nahnu natadhakar Masih ad-Dajjal. Thot ne ishim duke diskutuar për çështjen e Dajjalit. Pra
edhe çështja e Dexhallit, siç e dim, nuk është çështje e lehtë dhe fitnia e Dexhallit është shumë e madhe. Mirë po. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min Mesihid Dajjal." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A doni me ju lajmëru unë diçka që është edhe më e rrezikshme se sa fitnia e Dexhallit?" Kulna bela, fa qala ash-shirku al-khafi. I tham patjetër o i dërguari i Allahut, tha është shirku i msheft. An yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lama yara min nadharin rajul. Pra, të ngritet thot një njeri, të falet, ta zbukuroj namazin e tij kur e shef se njerëzit janë duke e pa. Pra, këtu shfaqet dhe këtu del në pa rëndësia fjalës së Sufjan Thaurit, thot zemrat thot janë të dobta dhe janë të brishta që ta përballojnë dhe të rezistojnë kur njerëz e shikojnë. Mu për këtë thot duhet njeriu vazhdimisht me shtu veprat pra në vetmi. Pra, dietarët kur e komentojnë këtë hadith thonë, kjo njërën anë thot dëshmon madhështinë e kësaj çështje, e në anën tjetër hollësinë e saj që fshihet tek shumica e njerëzve. Po ashtu rreziku i syfaqësisë të nderuar vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaykum shirku al-asghar, friga më shumë që kam nga ju është shirku i vogël, wa ma shirku al-asghar ya Rasulullah qala ar-riya. Është syfaqësia, vazhdan dhe thot, Allahu do t'i thot atyre njerëzve që kanë bë vepra për sy e faqe dhe janë shtirë se po bajnë për Allahun mirë, po kanë bë për njerëz dhe kështu me radhë. Idha juziya nasu bi amalihim, kur Allahu t'i jap shpërblimin njerëzve për veprat e tyre, do t'i thohet atyre njerëzve pra që kanë bë vepra për sy e faqe, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya. Shkoni dhe kërkoni shpërblimin tek ato që vepruat për te në dunja, fandhuru hal tajiduna indahum jazaan, dhe vallë shikoni a do të gjini tek ato shpërblim. Pra në momentin që njeriu e din vlerën e sinqeritetit dhe rrezikshmërinë e syfaqësisë dhe kështu me radhë, pra e kupton që kjo është një motiv shumë i madh që njeriu mu mundu që sa më shumë të jetë pra i sinqert. E katërta të nderuar vëllezër dhe motra, dhe mendoj se kjo është më e rëndësishmja prej këtynve 4 pikave, është ta shuaj lakmin për krijesat dhe të mos e kthej kokën prapa lavdrimeve të tyre. Pra, kjo arrihet me 2 mënyra. E para, bindja e fortë në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Në jetën tonë praktike, e dim nëse del dielli nuk shifet asnjë planet tjetër. Pse? Sepse drita e diellit të nderuar vëllezër dhe motra, pra e pamundson dhe me thanë pamjen e çdo planeti tjetër. Nëse drita Allahut subhanahu wa taala depërton në zemrën e besimtarit, dietarët thonë ky person pra nuk ka vend që të pres lavdrime nga njerëzit. Momentin që njeriu është pra bindja e tij është e dobët në shpërblimin pra tek Allahu subhanahu wa taala, ky person pret shpërblim edhe nga njerëzit. Pse? Sepse ka vend në zemrën e tij pra lavdatat e njerëzve. Transmetohet tek ajeti ku thot Allahu subhanahu wa taala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ata i ushqejnë pra edhe pse janë të nevojshëm për atë ushqim, të varfërit, jetimët dhe robërit, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Thot nuk dona nga ju as falënderim, as shpërblim. Thuhet se ky ajet normal që tregon për cilësi si duhet të jenë të sinqertit, mirë thuhet që ka zbrit për Aliun radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu kishte nevojë për ushqim dhe shkon dhe punon tek një hebrej me nxjerr ujë nga pusi. Dhe për çdo kohë për një hurmë dhe kështu me radhë, me rëndësi, merren vesh dhe Aliu radiallahu anhu e kryen punën dhe e merr pra atë çka i ka taku, pra kompenzimin. Dhe gjatë rrugës shef jetim i jep, shef pra robër i jep, edhe shef të varfër edhe i jep. Dhe gjithat dhe me thanë, atë gjanë ushqimin esencial që ka shku për mi fitu,
gjatë rrugës e shpërndan. Dhe përveç kësaj, pra njeriu gjanë esenciale, ushqimin që nuk ka jetë pa te, e jep këto 3 kategori për mi praktiku këtë ajet dhe thot innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Pra, as nuk do na shpërblim, as nuk do na falënderim. Pse të nderuar vëllezër? Sepse bindja tek Aliu radiallahu anhu në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala nuk pat vend, pra zemra e tij ishte e mbushur dhe nuk pat vend për lëvdatat e njerëzve. Për atë i tha, nuk do na as falënderim, as shpërblim. Pse? Sepse ishte i bindur plotësisht 100% në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Momenti që njeriu nuk ishte i bindur në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, zemra e tij është e boshatisur varësisht sa ky person e ka bindje në Allahun subhanahu wa taala. Dhe varësisht kësaj, ky person kërkon edhe lëvdatat nga njerëzit dhe kështu me radhë. Momentin që njeriu pra e kryen një vepër për Allah subhanahu wa taala dhe pret lëvdatat nga njerëz, kjo tregon të nderuar vëllezër dhe motra pikpyetje në sinqeritetin e tij. Pse? Logjikisht dhe praktikisht në jetën tonë, nëse një njeri shkon dhe e kryen një vepër tek dikush, personi e pret shpërblimin vetëm për atë që e ka kryer atë vepër. Momentin që ky person pret shpërblime edhe nga tjerët, pra kjo tregon se ky person nuk ka qenë pra i kënaqur me shpërblimin e personit punëdhënësi që ja ka dhënë. Kështu njeriu duhet mi marrë dhe mi trajtu këtë çështje në raport dhe në relacion me Allahun subhanahu wa taala. Momentin që e ke bën një vepër për Allahun subhanahu wa taala, ai kapitull duhet mu mbyll dhe çdo gjë pra duhet me marrë fund në atë moment. Momentin që ne e bëm një vepër për Allahun subhanahu wa taala, mirë po, dona që edhe njerëz me na ditë atë vepër, kjo tregon të nderuar vëllezër se në zemrën tonë pra ka pas vend edhe tjetër kush përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë moment Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër dhe motra, xhelozon, siç kemi thënë, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allaha yaghar, Allahu xhelozon dhe thot men amila amalan. Pra kush e bën një vepër, yushriku fihi ghayri, në të merr dikant tjetër, pra taraktuhu wa shirkahu. E laj edhe veprën edhe te. Pse? Se Allahu subhanahu wa taala është më i lartë se sa në një zemër që një person dhe me bën një vepër për Allahun subhanahu wa taala, mi bë edhe shok atij. Kjo arrihet pra siç thash e para me bindjen e fortë në Allahun subhanahu wa taala. Siç thash, nëse drita e Allahut, ku si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hijabuhu nur, pra hijabi Allahut, mbulesa e tij është dritë. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi, sikur ta hiqte atë mbulesën, shkëlqimi i fytyrës së tij do të diçte çdo gjë që arrin, shikimi i tij nga krijesat. Pra nëse drita e Allahut, thonë dietarët, depërton në zemrën e besimtarit, e djegën çdo epsh, çdo dëshirë, çdo syefaqësi, çdo vetpëlqim, çdo gjë që është pra dhe nuk lën në atë zemër pra vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Dhe e dyta të nderuar vëllezër, pra përveç bindjes është ta njohë dobësinë dhe paaftësinë e krijesave, të cilat as vetes nuk mund t'i bëjnë dobi dhe nuk mund ta mbrojnë dhe as nuk mund t'i bëjnë dëm. Pra, momentin që njeriu e din se dobësinë e krijesave, në këtë moment pra e shuan lakmin, pra që me pas dëshirë që mu lavdu në mesin e njerëzve. Pra si thash Fudejl ibn Iyadi, me bë një vepër dhe mi lan një vepër. Do të thotë që mas me qenë preokupim, motiv shtytës, pra replikat apo komentet e njerëzve që ty me të shty apo me bë ndonjë apo me lan ndonjë vepër. Pra me qenë cilësia të sinqertave të nderuar vëllezër dhe motra është, që me thanë, qëllim primar dhe final, me qenë kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u kthy nga Taifi, çka tha? In lam yakun bika ghadabun alay fala ubali. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e dim, në Mekë u persekutu, u maltretu. Shkoi në Taif me shpresën se do të gjej përkrahje.
kur shkoi atje në Taif, as atje nuk gjeti përkrahje. Prap u kthy në Mekë. Momentin që hyn në Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u kthy nga Taifi, pra tha, nëse o Allah, pra in lem yakun bika alay ghadabun fala ubali. Nëse ti o Allah nuk je i zemëruar me mu, atëherë nuk shqetësohem për asgjë tjetër. Pra, derisa ti e kënaqur Allah me mu, në rregull jemi. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala njerëzit pra i ka bë sprov për njëri tjetrin. Dhe njerëzit nuk janë të drejtë të nderuar vëllezër dhe motra në lavdrimin apo në qortimin e njerëzve. Nëse një njeri e don dikën, e lavdon më shumë se sa meriton, ndoshta edhe gënjen për te, edhe e mbron dhe kështu me radhë. Sepse e don, si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe në një hadith, dashuria ndaj diçkaje e bën njerin të shurdh dhe të verbër. Momentin që e don dikën, thjesht nuk shef shumë, por vetëm e lavdron dhe nuk nin shumë për te, dhe kështu do të thënë, nuk ke dëshirë të ndëgjosh kritikat për te dhe kështu me radhë. Pra një njeriu kur është dashuruar ndaj diçkaje, nuk gjykon drejt. Dhe e kundërta. Nëse u rren dikam, po ashtu nuk është i drejt. Pra Allahu subhanahu wa taala, mu për këtë nderuar vëllezër, sinqeriteti është ai vija dhe ajo gjaja që e shpëton njerin nga të gjitha këto gjërat. Thojnë dietarët, qalbu men turaihi bi yadi men ta'sihi. Zemra e atij të cilit ti je duke u mundu ta kënaqësh në llogari të Allahut subhanahu wa taala, duke i bë Allahut mëkat, thot është në dorën e atij që je duke i bë mëkat. Pra kjo është rregull të nderuar vëllezër dhe motra, që ato njerëz që mundohen t'i kënaqin njerëzit duke hidhuru Allahun subhanahu wa taala, mundohen që t'i kryejnë veprat, pra kanë syefaqësi në veprat e tyre, kjo, thojnë dietarët, është në dorën, pra zemra atij person është në dorën atij që e duke i bë mëkat. Që do të thotë, nuk mundesh me arrit me kënaq një njeri duke e hidhuru Allahun subhanahu wa taala. Mu për këtë, tu shfaqet rëndësia e sinqeritetit. Nëse njeriu është i sinqert, kjo gjë e bën të dashur edhe tek Allahu subhanahu wa taala, edhe tek krijesat. Pra sinqeriteti të nderuar vëllezër është ai që e shpëton njerin në dunja dhe në ahiret. Dhe e kundërta, syefaqësia është që e humbën njerin edhe në dunja edhe në ahiret. Gjithë e dim hadithin e atyre 3 personave të cilët pra në shpellë, pra që i nxu guri në shpellë. Dhe me thonë, sinceriteti ka qenë ajo vepër që i ka shpëtu njerëz, i ka shpëtu ato prej në këtë botë. Pra mos të flasim në botën tjetër. Pra, është mbyll pra shpella dhe nuk kanë pas rrugdalje vetëm mi riaktivizu kartën e sinqeritetit. Dhe çdo kush e ka shfaq atë vepër e cila ka qenë e pastër puro 100% për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo vepër është bashkak, është largu guri pak derisa e ka përmend i treti punën e sinqert dhe është bashkak që të shpëtoj, pra që të shpëtojnë të tre. Pra të nderuar vëllezër, syefaqësia, kur njeriu e kupton se syefaqësia pra është shkak që njeriu ta humb edhe dunjan dhe ahiretin, dhe sinqeriteti është shkak që është shkak që ta shpëtoj njeriu dhe edhe në dunja edhe në ahiret, atëherë shumë e logjikshme është që njeriu pra më u fokusu dhe më mundu që të jetë i sinqert dhe të largohet nga çdo syefaqësi. Dhe kjo, siç thash, arrihet duke e ditë për dobësinë që kanë dhe paaftësinë që kanë njerëzit. Dietarët thonë se njeriu i sinqert përmendet tek njerëzit për të mirë dhe ka prani në tokë edhe pse nuk e don këtë gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i than rajulun ya'malu al-amala lillahi fayuhibbu an-nas. Thot
Personi thot, ban vepra për Allahun subhanahu wa taala. Dhe fare nuk e ka dert pra opinionin e njerëzve për këtë person, mendimin e njerëzve për këtë person. Mirë po thot, njerëzit e dojnë, ka pranin tokë, njerëzit e lavdrojnë, çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot, dhalika ajillu bushra al-mu'mini. Thot, kjo është përgëzim i menjëhershëm për besimtarin. Pra, ai njeri që është i sinqert, ai njeri prej në dunja të nderuar vëllezër dhe motra e ka një lloj përgëzimit sepse ka prani në tokë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, inna Allaha idha ahabba abdan, kur Allahu subhanahu wa taala e don një person. Dhe Allahu të nderuar vëllezër nuk ka mundësi me dash një person i cili në zemrën e tij pra i bën shok, dhe me thanë i bën dikuj ortak me Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu subhanahu wa taala e don njeriu e sinqert. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një njeri e don, pra nëse Allahu e don një person, e thret Xhibrilin dhe i thot Xhibril, unë e du këtë person, duje filanin. Atëherë Xhibrili thret tek pra banor të qejt dhe thot, Allahu subhanahu wa taala e don filanin, duni. Atëherë e dojnë edhe banor të qellit, fejuda lehu el qabulu fil ard, atëherën ati person thot i vuhet prani, i bëhet pra prani në tokë. Me çka të nderuar vëllezër dhe motra, vetëm se me sinqeritet dhe e kundërta. Nëse Allahu subhanahu wa taala e urren një person, i thot Xhibrilit ta unë e urrej, atëherë edhe Xhibrili e urren, i thot banorëve të qellit, Allahu e urren këtë person, atëherë edhe banorët e qellit e urren këtë person, atëherën fejud dhe me thanë, atëherën inna Allah yubghidu faqala fejud, thumma tuda lahu al-baghda'u fil ard, atëherën thot e urrejnë dhe vendoset urrejtja e tij në tokë. Pra, sinqeriteti të nderuar vëllezër i ka dhe ne do të flasim me lejen e Allahut për frytet dhe dobit që i ka sinqeriteti. Mirë po, është një rregull, mendoj, është një formullë jetësore që duhet çdo herën mi shoqëru njeriu, është një barometër që e shikon njeriu a është i sinqert ajo. E përmendin dietar dhe thonë kun wahiden fi wahidin ala tariq wahid. Je një për një në një rrugë. Pra je një për një në një rrugë është ajo që e din a je i sinqert a nuk je. Pra je një, dietarët thonë, je një, pra mos t'i kesh 100 fytyra në raport me adhurimet pra që i bën. Pra, bane i thot je një vepro për Allahun subhanahu wa taala. Adhurime që i bën veproj për Allahun subhanahu wa taala. Për një, pra të jesh, pra je i sinqert, për një veprën që e bën, bane për Allahun subhanahu wa taala dhe në një rrugë, pra të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Momentin që njeriu atë vepër që e bën është i sinqert, e bën për Allahun subhanahu wa taala dhe e bën sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky është ai kriteri që tregon se a jemi të sinqert apo nuk jemi të sinqert. Dhe po përfundoj të nderuar vëllezër dhe motra me një shembull nga jeta jonë praktike dhe do ta lidhi me sinqeritetin, që më tregu se ne a jemi të sinqert apo jo. Allahu subhanahu wa taala thot wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ato nuk ja japën meritën dhe nuk e vlerësuan Allahun subhanahu wa taala ashtu siç i takon atij. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyat. Dhe në ditën e kiametit tërë toka do të jetë në grushtin e tij dhe qejt do të jenë të palosur në të djathën e tij. Tash, që me ditë njeriu a është i sinqert a nuk është i sinqert, duhet më nal me vetvete dhe me shiku se si ka raportet me Allahun subhanahu wa taala. Se nëse qoftë edhe një njeri i rëndomt, mos të flasim për një njeri me pozit, kërkon pra kur të flasësh me te, i zgjedh fjalët, mënyrën e të folurit dhe kështu me radhë. Kur vjen çështja me kry një adhurim dhe kur të dalësh para Allahut subhanahu wa taala qoftë në namaz dhe kështu me radhë. Si
e kryen këtë adhurim? A kryen këtë adhurim vetë shkel dhe shko, si që thot në fjalorin popullor, vetë mi kry, pra, alhamdulillahi rabbil alamin rahman, dhe me thënë, e kryen shpejt, sa mi hek qafe, apo prezenca e madhërisë Allahut subhanahu wa ta'ala, mbikëqyrja se Allahu është duket mbikëqyrë dhe kështu me radhë, shoqërojnë ty duke e kry këtë adhurim, apo thjesht e ke vetëm i kry, as nuk e ke prezent pra madhërinë Allahut subhanahu wa ta'ala, as nuk është prezente me ty mbikëqyrja Allahut subhanahu wa ta'ala, as nuk është pra thjesht tek ti a është vetëm ta kryesh një adhurim të caktuar dhe të lirohesh nga ai adhurim, apo para se fillon atë adhurim, tek ti është pra prezente madhëria Allahut subhanahu wa ta'ala, tek ti është prezente se je në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo të nderuar vëllezër, forma se si ne i kryjm adhurimet janë shenja se sa ne jemi të sinqert dhe se sa ka Allahu subhanahu wa ta'ala pozit në zemrën tonë. Momentin që ne pra vërtet përgatitemi para se dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala, kjo tregon sinqeritet në zemrën tonë. Tregon se ne jemi duke prit një shpërblim nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Momentin që ne fare nuk brengosemi se si i kryjm adhurimet, mirë po i kryjm adhurimet në formën më të shpejtë, sa që ndoshta turprohemi që të sillemi me njerëz në atë formë se si sillemi kur i kryjm adhurimet me Allahun subhanahu wa ta'ala, kjo është shenjë se ne pra në zemrat tona pra është pikpyetje e madhe sinqeriteti. Këto të nderuar vëllezër dhe motra janë 4 pika të cilat e ndihmojnë njeriu që të arrijë tek sinqeriteti. Ne me lejen e Allahut subhanahu wa taala në ligjëratën e ardhës do të vazhdojmë dhe do të përmendim edhe 6 pika tjera, 6 mjete dhe rrugë që pra duhet njeriu t'i ndjek që të arrijë tek sinqeriteti, dhe pastaj do të flasim për shenjat e robërve të sinqert. Dhe çdo kush atëherë mundet me pa vetveten e vet, nëse tek ky person gjinden këto shenja, këto janë shenja se ky person është i sinqert. Nëse tek ky person nuk gjinden këto shenja, kjo tregon se sinqeriteti i tij është në pikpyetje dhe ka nevojë të nderuar vëllezër që të rishikohet sinqeriteti, sepse siç thash, sinqeriteti është ajo vepra kryesore e zemrës në të cilën ndërtohen vepra tjera. Sinqeriteti është ajo vepër pra e cila Allahu subhanahu wa taala do t'i marrë njerëzit në llogari. Momentin që sinqeriteti është në rregull dhe veprat tjera pra që ndërtohen mbi këtë temel do të jenë në rregull. Momentin që sinqeriteti nuk është në rregull, edhe pse është më i rëndësishmi pas bindjes siç kemi thënë, edhe tjera do të jenë problematike. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.